në shpejtësi ju ka ndrua emri prodhuesit. Ajo që e pom këtë ditë, keni me po që këtë ditë në shpejtësi ju ka ndrua emri prodhuesit. Por në ditën dhe kur është analizu, nuk ka Sentesa G. Nuk është Sentesa G, është Abrazen Rudina. Andaj, kjo qëmsht, ende vazhdon të shitet në Republikën e Kosovës. Ende këtë qëmsht e kine kje për market, dhe i bëjmë thirrje Inspektoratit Tregut, që të tërheq nga tregu. Pa marrë parasysh si është, kjo produkt në formën si që është, kjo markë tregtare e regjistruar në AOV nga Vita, është konstatuar që përmban vajpal. Një lloj tjetër i qumshtit, Garden Milk, se kështu është shprehia, të quhet milk, në anglisht, qumsht, milk, Garden Milk. Prap, është konstatuar prezenca e vajit të palmës, edhe qumshtit flor. Ja ku është analiza. Ishin i mostrat të qumshtit, 4 lloje të qumshtit, 4 mostrat të ndryshme, përmbajnë vaj palme, si pas AUV, si pas analizës. Sigurisht, të nuk është gjetë vështirësi në një brand, në një markë, për ta keni parasysh. AUV dhe Ministria e Bujqësisë aprovojnë subjekte, proceset prodhimit, aktivitete, nuk aprovojnë marka tregtare. Marka tregtare janë përgjegjësia e Ministrisë së Tregtisë. AUV merret vetëm me çështjen e aprovimit në përgjigje. Që ky subjekt që prodhon aktivitetin, qumshtin dhe produktet e tij. Dhe Vita, siç e shihni, është i licencuar e aprovuar nga AUV vetëm për qumsht dhe produktet e qumshtit. Askund, sipas AUV-t, 26 produkte të prodhuara me vaj palme nuk përmbajnë formë të autorizimit apo aprovimin nga AUV. Edhe 26 produkte tjera. Këto që i qita, janë vetëm produkte të pretenduara shtazore, po si janë shtazore, si janë me yndyrë shtazore. Ka dhe 26 tjera me yndyrë bimore, dhe është rasti se edhe kjo nderuar qytetarë të Kosovës, nëse ju e keni pas synimin që do me blesi si qumsht, në orët Kosovës, që kjo nuk është qumsht. Nuk është qumsht, është qumsht artificial, qumsht analog. Nuk është qumsht me yndyrë shtazor. Nuk është qumsht me yndyrë shtazor. Kujdes gjatë blerjes, si aktivitet, si produkt, bazë të AUV-t, nuk është i aprovuar. Dhe ministër, këto 3 lloje të qumshtit, këto 3 brenda që do thonë janë të prodhuara për Abrazen. A në prodhun në qumshtorën Vita, a më nejtë qumshtorën tjetër, si dhe qumshti Vita, pra brendi Vita, është që që ka vaj palme të patë deklarun apo jo, për shkak se ata pretendojnë që jo. Po, jo, të mos e në marrë nga qumshtorja, po, si që thash, nga Abrazen, qumshtorja Vita, sepse ka emërtime ndryshme Abrazen, qumshtorja Vita, po që të është, se i këm kërku edhe AUV-t ma definojnë, qëka saksisht është që Abrazen në qumshtorën Vita. është subjekti njëjtë, pra qumshtorja Vita është degë Abrazen. Pra Abrazeni jam tregtar, qumshtorja Vita është njësi Abrazeni, dhe aty janë gjetë të mos. Pa përflitet për subjektin e njëjtë që i ka prodhu këto produkte. Në lidhje me qumshtin Vita, shikoj se vërtet Ministria dhe as ne sot e kemi marrë të informacion se kush çfarë marke tregtar lipi. Po do ta kuptoni që na nuk i trajtojmë çështë të cila marke tregtar. Ne aksionojmë origjinën e problemit, kush është çaj që prodhon. Se marka tregtare i licencon Ministria e Tregtisë. Ne i marrëm vetëm subjektin, njerëz, pajisjet që ne i aprovuar për qumsht, apo vazhdojnë me mirëmbajtje ato. Dhe kjo është konstatuar që ju do t'i përshkashkej. Tash, nëse më thu ti mu që 4 herë para dite, unë po prodhoj qumsht me vaj palë, e disi pe gjej një mënyrë që mas dite, unë jam interesu me këptu qatë shkencë. Si ja bojnë që ta njerës me prodhu? A ka pas kështë kontaminim?
po është gjetë një mostër që nuk ka problem, po jo për qumshtin plot. Por, ashtu i kam kërkuar AUV-it, si që thot ligji, në rast se gjendet që brenda subjektit e njëjtë, edhe subjektit aktivitetit të aprovuar, lotët, produktet janë përzirë, atëherë trajtimi dhe mbikëqyrja shtuar duhet shkojë edhe për ato produkte të cilat nuk janë konstatuar me një mostër. Ta zonë, me Majkau i 2 mostra që e konstatojnë, me Land po ashtu gardë, po jo, do më në basë raport të AUV-it, nuk kemi një raportim tillë.